Gjykata e Strugës nesër pritet që të caktojë një gjyqtar për padinë e policisë ndaj komunës së Strugës si person juridik dhe kreut të komunës Mendi Qyra, lidhur me mosvendosjen e flamurit shtetëror në manifestimin kushtuar 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Lënda i është dorëzuar gjykatës themelore në Strugë, nga ku na njoftuan se nesër do t'i ndahet gjykatësit përkatës, i cili do t'i shqyrton të gjitha rrethanat. Kundërvajtja i ngarkohet Qyrës mbi dyshimet se si organizator i ngjarjes së ditës së pavarësisë, përveç flamujve të bashkësive etnike, nuk kishte flamur shtetëror, as në Bin e as në padonalen e Lumit Drin. Nëse gjykata e vërteton fajsin, komuna dhe kryetari Qyra rrezikojnë gjop. Me gjop prej 30.000 deri në 200.000 denar do të ndëshkohen për shkelje personi juridik, në këtë rast komuna e Strugës, e cila vepron në kundërshtim me nenin 6 të këtij ligji. Për shkeljen nga paragrafi 1 i këtij neni do të ndëshkohet me gjop prej 10.000 deri në 30.000 denar dhe personin përgjegjës për personin juridik, në këtë rast kryetari komunës Mendi Qyra, thuhet në ligjin për përdorimin e flamujve të komuniteteve. Nga komuna e Strugës nuk deshën të komentojnë procedurën kundër tyre, as kreu i komunës Mendi Qyra, i cili ndodhet në takim me diasporën në Zvicër, nuk komentoi procedurën ndaj tij. Kryeministri Mickoski kishte shprehur zhgënjimin e tij ndaj Qyrës për mungesën e flamurit shtetëror. Qyra nga ana tjetër mungesën e flamurit shtetëror në manifestimin e 28 nëntorit e cilësoi si lëshim. Qyra u shpreh bindur se bashkëpunimi me këshilltarët e partisë së Mickoskit do të jetë në nivel, por nga ana tjetër vlen dhe VMRO as se si të merren vesh rreth kreut të Këshillit të Komunës së Strugës. Nga VMRO thanë se nëse kryesimi i Këshillit nuk u përket atyre deri më 31 dhjetor, afati ligjor për miratimin e buxhetit komunal, ata do të largohen nga koalicioni me Vlenin në nivel lokal.